Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe beslidhja e Lezhës. Skënderbeu organizoi menjëherë një ushtri të fuqishme prej 16.000 luftëtarësh. Radhët e saj vazhdimisht shtoheshin sepse, siç tregonte një raguzian, arbrit vëshonin drejt Skënderbeut. Kush ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu? Shëndim keni. Momente kryesore të jetës së Gjergj Kastriotit, 1405-1443. 9 vjeç u dorëzua peng të sultani. Sultani, këta fëmijë që vinin nga familjet arbërore ballkanase e tjerë, të cilët prindrit e tyre kishin shpallur vasalitetin, kishin pranuar vasalitetin, i vendosin në shkollën i Çorkullavit, të cilët ata përgatiteshin, stërviteshin edhe më pas dilnin në betejë pro perandorisë osmane. Pravësit që kishte i u dha emri Skënder nga prnder të Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, dhe më pas titulli bej dhe u emërua Sanxhak Bey, pra ishin tipër të lartë në perandorin osman. Këto i merrnin individë të cilët kishin vlera. Në këtë kohë, në perandorin osmane drejtonte Sultan Murati II. Por Sultan Murati nuk e lejoi të trashëgojë principatën e të Atit. Kështu që Skënderbeu kishte në mendje gjithmonë kthimin e tij në atë dhe të kundërshtonte Sultan Murati dhe të merrte territoret e të Atit, pra arbërore. Në betejën që Skënderbeu niset nga sultani drejt Nishit territor dikur i lirë, dikur Dardan, pra në pjesët veriore të Dardanisë së dikushme, sot territorin nën Serbi, kundër hungarezit i Janosh Hunyadi, Skënderbeu bashkë me Hamza Kastriotin dhe 300 arbër kthehen në territoret arbërore. Kthimi në Kruj, patjetër kjo ishte një kryengritje kundër perandorisë osmane, në 28 nëntor 1443. Një pjesë e princave arbëror i nënshtrohen vullnetarisht Skënderbeut dhe quajnë atë si kryeprisin e tyre. Ja dhe stema e Kastriotit. Çlirohen këshillat që nga Stelushi, Stefigradi, Buri i Bardh, Petrela, Kruja ishte e parë. Situata dhe kushtet historike që paraprin kuvendin e Lezhës. Detyrë e Gjergj Kastriotit ishte bashkimi i forcave të brendshme politike, bashkimi i forcave të brendshme ushtarake, bashkimi i forcave të brendshme ekonomike, bashkëpunim me vendet e tjera. Përse duhesh gjithë këtë organizim? Gjergj Kastrioti e dini shumë mirë që sultani nuk ia falte këtë veprim, kështu që duhet bashkuar arbrit kundër betejave që prisnin nga perandoria osmane. Kështu që u thirr një kuvent në Lezhë. Po pse në Lezhë? Lezhë kishte një pozicion geografik të favorshëm. Nuk ishte territor nën Gjergj Kastriotin, por ishte nën zotrimi venecian, çfarë më jenonte për pakënaqësi ndërmjet sundimtarëve shqiptarë, të cilët të gjithë donin që thirrej kuvendi në principatet e tyre. Pra Skënderbeu nuk e thirri në Kruj, ku ishte qendra e principatës së tij, por e thirri në Lezhë, një zotrim asnjë anës, pra e asnjë princ. Edhe tjetër ishte një thirrje miqësore për bashkëpunim me Republikën e Venetikut. Pra ne po vlerësojmë territorin tënd dhe presim bashkëpunim me ju kundër perandorisë osmane. Kuvendi i Lezhës, ose njihet ndryshe si lidhja e Lezhës, sepse u lidh besa midis princave shqiptar, u mbaj në 2 mars të vitit 1444. Ishte një hap i madh përpara drejt bashkimit politik. Por a ishte ky një bashkim politik? Pra a krijoi Skënderbeu këtu një shtet arbëror? Jo. Kjo është një lidhje
Pra, u dha besa që të gjithë do luftonin në Gjergj Kastriotin, por gjithë cili kishe pavarësinë e tij, ruante pavarësinë e tij. Pra bashkoheshin forcat kundër perandërisë osmane. Pra, kuvendi i Lezhës u mbaj në 2 mars 1444, arsyet lufta kundër osmanëve, kapërcimi kontradiktave midis feudalëve, pra midis princave arbror. Morën pjesë Skënderbeu, Gjergj Araniti, Andrea Topia Melidient, Gjergj Stres Balsha, nipi i Balshës së Madh, Nikol e Pal Dugajini, Lek Zaharia, Teodor Muzaka i Riu. Vendimet ishin 3. 1. U lidh besën, pra beslidhja e Lezhës. 2. U krijua ushtria e lidhjes. Dhe 3. U krijua arka e lidhjes. Kuvendi i Lezhës, 2 mars 1444, Skënderbeu ishte i parë mes të barabartëve. Pra, kryetari i lidhjes, komandanti i ushtrisë, administronte arkën, pra kishte shumë pushtet, por nuk ishte mbret. Dhe organet ishin beslidhja e Lezhës, ushtria e lidhjes së Lezhës, arka e lidhjes, pra të cilët drejtoheshin nga Gjergj Kastrioti. Cilat ishin territoret tashmë të lidhjes së Lezhës, në cilët lidhën besën princat arbror, pra një pjesë e madhe e arbërisë. Rreth saj ishin territoret të perandërisë osmane, serbe, Veneto. Ndikimi i beslidhjes së Lezhës dhe unifikimi i faktorit shqiptar. Bashkimi Skënderbeu ishte i parë mes së barabartëve. Faktorët që ndikuan në zgjedhjen e Skënderbeut në krye të beslidhjes ishin: 1. Roli i tij në organizimin e krijimit së përgjithshme të vitit 1443, pozita gjeografike e shtetit Kastriotëve, lidhje të shumta fare fisnore e martësore të Kastriotëve, personaliteti i Skënderbeut.